Alarm, stuhi ekstreme sonte Shqipëria dhe Malizi në nethe. Sipas meteorologëve, moti sjell sonte erëra me forcë uraganike deri në 180 km/h. Sistemet e organizuara të stuhive që kanë përfshirë të hënën Kosovën, duke sjellë rrebeshe shiu, breshër dhe stuhi shumë të forta ere, do të vazhdojnë edhe gjatë orëve të pasdites dhe mbrëmjes së sotme. Këto sisteme pritet të jenë edhe më të fuqishme me mundësi për zhvillime lokale të tipit super qeliz. Ndërkohë, për zonave të tjera të Ballkanit gjatë mbrëmjes dhe natës, Shqipëria dhe Malizi pritet të jenë ndër zonat më të ekspozuara ndaj një sistemi shumë të fuqishëm stuhish që vjen nga Italia përmes detit Adriatik. Ky sistem pritet të organizohet në formën e një strukture harkore stuhish me potencial për të prodhuar erëra me forcë uraganike mbi detin Adriatik. Vrullshmëria e erës lokalisht mund të arrijë deri në 180 km/h, ndërsa përgjatë afrimit drejt Bregdetit dhe depërtimit në territorin e Shqipërisë, veçanërisht në zonat veriore dhe qendrore të vendit, pritet vrullshmëri shumë e fuqishme deri në 150 km/h. Sistemi pritet të vazhdojë më tej drejt Maqedonisë Veriut dhe Greqisë me tendencë graduale të dobësimit gjatë avancimit. Zonat jugore të Shqipërisë pritet të jenë më pak të prekura dhe me intensitet më të dobët. Përveç erërave ekstreme priten edhe breshër shumë i madh deri në 8 cm, rreshje intensive në një kohë të shkurtër dhe shkarkesa të fuqishme rrufesh. Në kushtet e favorshme atmosferike nuk përjashtohet edhe mundësia për tornado të izoluara, veçanërisht në zonat ku do të zhvillohet superqeliza, erërat deri 150 km/h. Nga kjo strukturë harkore e stuhish mund të shkaktojnë dëmtime të rënda, përfshirë rrëzim pemësh, dëmtime në çati, sera dhe struktura të lehta. Mund të ketë dëmtime në infrastrukturën elektrike dhe rrezik nga objekte e pafiksuara që mund të fluturojnë. Erreshjet intensive në një kohë të shkurtër mund të shkaktojnë gjithashtu përmbytje lokale, veçanërisht në zonat urbane, ultësira dhe vendet me drenazh të dobët. Gjatë kalimit të këtij sistemi, kushtet mund të përkeqësohen shumë shpejt. Rekomandohet kujdes i shtuar. Meteo Kosova.